Zbardhen arsyet e ngjarjes së rënd të ndodhur një ditë më parë në qytetin Dietlikon të Zvicrës, ku shqiptari nga Kosova Emrush I qelloi mbi gruan e tij Vlora për ta vrarë dhe më pas vrau veten. Bashkëshortja e tij kishte kërkuar divorcin dhe po përgatitej që kërkesën ta bënte nëpërmjet organeve zyrtare. Në parkingun 9 toksor të qendrës së lojrave Toys R Us, ku me sa duket po hynin për t'argëtuar vajzën e tyre 3 vjeçare, ka nisur dhe përfunduar tragjedia familjare. Punëtori i ndërtimit me pasaportë serbe, 28 vjeçar, ka nxjerrë një pistolet dhe ka qelluar disa herë bashkëshorten, më pas edhe veten e tij. Vajza e tij 3 vjeçare ka parë gjithçka në makinë. Policia zvicerane tregon se Emrush I ishte i denoncuar disa herë për dhunën në familje dhe fqinjet kujtojnë disa ndërhyrje të policisë në bllokun e banimit të çiftit. Përpara disa muajsh, policia erdhi me forca speciale, kujtojnë një fqinj, që për atij momenti Emrushi nuk është parë më, ndërsa Vlora nuk guxonte të dilte jashtë apartamentit. Ka qenë vëllai I Vlorës që për gazetën zvicerane Blik ka treguar se e motra kërkonte divorcin. Ai nuk e pranonte këtë gjë, por ne nuk e dimë të kishte një pistolet, ka thënë vllai. Policia vion hetimet për mënyrën se si e ka gjetur armën, por edhe për të ardhmen e vajzës 3 vjeçare, pasi gjendja e Vlorës është ende kritike.